3 persona kanë humbur jetën si pasojë e 3 aksidenteve të ndryshme rrugore që kanë ndodhur në orët e para të mëngjesit në vendin tonë. Në Shkodër, një 58 vjeçar ka ndëruar jetë pas një arresti kardiak në momentin që ai drejtonte automjetin e tij në lagjen Mark Lula. Sipas informacioneve të policisë, drejtuesi i mjetit humbi kontrollin mbi makinën duke u përplasur me 2 automjete të parkuara. Pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë dhe transportimit në spital, mjekët nuk mundën ta shpëtonin jetën e 58 vjeçarit. Grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje për të bërë të mundur zbardhjen e të gjithë dinamikës së kësaj ngjarje të rëndë. Një tjetër aksident i rënd ka ndodhur në aksin rrugor me Malia e Krahës në afërsi të fshatit Qesarak. Një 71 vjeçar banues në fshatin Toç ka humbur jetën në vend pasi motomjeti që drejtohente doli nga rruga. Grupi hetimor po punon për të zbuluar shkaqet e kësaj ngjarje të rëndë. Po ashtu, në orët e para të mëngjesit, në aksin rrugor Pogradec-Korçë është shënuar një tjetër aksident me pasojë humbjen e një jete. Një makinë ka përplasur këmbësoren 43 vjeçare, e cila si pasojë e përplasjes ka ndëruar jetë në vend ngjarje. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po heton rrethanat dhe shkaqet që çuan në këtë aksident tragjik dhe si përgjegjësin e drejtuesit të mjetit. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar në rrugë, sidomos në orët e para të mëngjesit, ku vërehet shpesh aksidentet për shkak të shpejtësisë, lodhjes apo kushteve të rrugës.